Sot është 27 prilli, ku shënohet edhe dita e të pagjetërve në Kosovë. Tash do vendosin omazhet dhe bëjnë te obelisku. Raga është identifiku së fundmi nga metoda shkencore ADN-s dhe duke falendëruar natyrisht familjen Tajraga. Natyrisht përjetimet, unë e thash edhe pak më parë që përshkrimi është i pamundur sepse nuk mund të kuptojë dikush që nuk e përjeton në zemrën e vet, në shpirtin e vet, dhimbjen që familjarët e sonë dukur e përjetojnë që 26 vite. Nuk është, me gjithë respektin për çdo lloj dhimbje, por nuk është një dhimbje e njëjtë si kur të vrasin dikën dhe ti e boros. Të presësh 26 vite për fatin me dashurit tënd është një dhimbje që të ndjek mbrapa çdo ditë, 24 orë të ditës, dhe natyrisht që kur identifikon, ne mund të themi që lehtësohet dhimbja, por faktikisht kjo dhimbje forcohet këtë ditë. Kjo dhimbje bëhet shumë më e madhe këtë ditë për këta familjarë, sepse po rikthehet edhe një herë kujtesa e vitit 98-99. Por unë kam thënë gjithmonë që më mirë të kenë një varr, kenë një lule për të vendosur sa mos të jenë asgjë. Dhe unë jam shumë i sigurt që këta familjarë, edhe pse kemi komunikuar me ta dhe kanë qenë falënderues të komisionit, po jam shumë i sigurt që këta familjarë sot që jemi 2 ditë pas identifikimit dhe evorimit të Elhamit Tajragës, do të jenë shumë të lehtësuar se sa ne të tjerë që ne vazhdojmë të kërkojmë fatin e të dashurit tanë. Faleminderit. I pagjitur edhe ende absolutisht për fatin e tij. Meqenëse se të kontakt me 23 është me 23 vjet, për fatin e asnjë elektronikë, që nuk i intelektuali të Gjivicës, do të shihim në karante madine. Edhe kjo ditë shënojmë edhe kërkitën dërkombëtare, arsyeja është se ka shumë